Nuk do të shkëputemi me këtu, po do të vijem në një tjetër lidhje të drejt për drejt. Kemi Mario Gjinin, i cili do të flasë më gjërësisht lidhur edhe me vizitën e Vjosa Osmanit. Përshëndetje, fjala për ty. Përshëndes nga Shkodra, në fakt vizita e presidentes Vjosa Osmani vijon ende në qytetin e Shkodrës, ajo ka nisur diku rreth orës 15:30 minuta, teksa ka qenë pikërisht stacioni i parë Bashkia e Shkodrës, ku është pritur nga kryebashkiaku Benet Beci, edhe për një vizitë në kuadër të festave nëntore, po njëkohësisht edhe për një vlerësim që Bashkia e Shkodrës ja bën presidentes së Kosovës me titullin Mirënjohja e qytetit. Një vizitë e cila ka zgjatur rreth 40 minuta, së bashku me ceremoninë, ndërsa pas saj ka qenë pikërisht një deklaratë e presidentes së Republikës së Kosovës Vjosa Osmani për gjithë mediat e pranishme, teksa u shpreh jo vetëm mbi rolin dhe rëndësinë që ka Shkodra në fakt në procesin mbar historik mbar shqiptar, por njëkohësisht shprehu edhe për situatën politike të cilën po kalon Kosova dhe që është në prag të zgjedhjeve parlamentare, teksa e vlerësoi si një proces normal për vend demokratik si Kosova. Ndërsa vizita më tej e presidentes së Kosovës pas një xhiroje në pedonalen e qytetit së bashku me kryebashkiakun Benet Beci, ka vijuar në muze të rëndësishëm, në institucione të rëndësishme kulturore dhe historike të qytetit të Shkodrës, siç është vendi i dëshmisë dhe kujtesës, teksa ka qenë në një takim pikërisht me përfaqësuesit fetar të komuniteteve fetare pra në qytetin e Shkodrës dhe për të njohur me të shkuarën e errët komuniste të vendit tonë përmes muzeut të vendit dëshmisë dhe kujtesës, unë pas muzeut kombëtar të fotografisë Marubi, sigurisht një takim tjetër që ka vijuar agenda pikërisht në këto qaste, në fakt po vijon agenda e presidentes me gratë intelektuale të qytetit dhe do të përmbyllet me koncertin festiv që do të mbahet sonte, fillimisht me sofrën shkodrane, që do t'jetë në shesh të hapur, nëse edhe moti do t'jetë i përshtatshëm, ndonse ca pika shiu po bien në këto qaste në qytetin e Shkodrës, përndryshe ka dhe një plan B, ku mund të spostohet, o pas sheshi do t'jetë sërish stacioni i fundit i presidentes së Kosovës Vjosa Osmani, teksa do t'jetë koncerti i shkurt e Fejzës që do të përfundoj agendën e vizitës së saj zyrtare në qytetin e Shkodrës. Në këtë mënyrë është një rikthim i presidentes në qytetin e Shkodrës, teksa foli mbi ndikimin që Shkodra dhe rëndësia që ka Shkodra në procesin mbarshqiptar, në mënyrë të veçantë në pritjen e shqiptarëve të Kosovës gjatë luftës në vitin 1999, po njëkohësisht edhe në rrugët e reja që do të lidhin Shkodrën me Gjakovën, si dy qytete që historikisht kanë patur marrëdhënie tregtare mes tyre, marrëdhënie shpirtërore, po themi, dhe që do të mund të komunikojnë sërish së bashku edhe përmes rrugtimit hekurullor që pritet të jetë në projektet mes dy vendeve, Shqipërisë dhe Kosovës. Mario, po reflekton vizita e presidentes Osmani atje në atmosferën e të gjithë, le të themi, pjesëmarrësve që do të jenë, pse jo edhe në koncertin që ti the se do të ketë në vijim. Pra, si është pritur kjo vizitë edhe nga vetë qytetarët shkodran? Se ma the gjithë agendën, kështu që po të pyes në vijim për të tjera detaje. Mëse vërtet, në fakt, është reflektuar në gjithë atmosferën që Shkodra e injekton për hir të vërtetës në festat nëntore, sigurisht edhe ato të dhjetori, duke qenë se në Shkodër janë ndezur edhe dritat festive dhe zbukurime e qytetit, duke i paraprirë pra me festat nëntore dhe me programin e ngjeshur, është reflektuar tek gjatë kalimit në fakt në rrugën e qytetit, teksa kryebashkiaku dhe Beci dhe presidentja Osmani kanë bërë një xhiro në këmbë në rrugët e Shkodrës, në mënyrë të veçantë në pedonale, teksa shumë kalimtarë e kanë dalur presidenten e Kosovës edhe për foto të qastit dhe atmosfera është vërtet e bukur në qytetin e Shkodrës, e sigurisht vizita e presidentes ndoshta e ka bërë akoma më të bukur këtë atmosferë, teksa flamujt kuqezi gjenden kudo në rrugën e qytetit, e sigurisht koncerti përmbyllës me shkurt e Fejzën, me këngët patriotike, patjetër do t'jetë si çershia mbitor. Ndaj themi se atmosfera vijon të jetë në Shkodër gjatë gjithë javës, në fakt me aktivitete të ndryshme, po vizita e presidentes ndoshta i ka dhënë një tjetër hijeshi. Të tjera takime në vijim nuk pritet besoj të ketë kështu diplomatike ose politike presidentja. Jo, kjo është agenda paka shumë e presidentes Republikës së Kosovës pra Vjosa Osmani, teksa janë parashikuar vizita në institucionet kulturore me krerët, me përfaqësuesit e besieve fetare dhe
sigurisht pjesëmarrja në eventin festiv. Kjo është pak a shumë ajo çfarë ofron dhe me gratë intelektuale të qytetit të Shkodrës, dhe kjo është ajo çfarë ofron në fakt vizita, pra agenda e vizitës së presidentës së Kosovës, Vjosa Osmani, në qytetin e Shkodrës. Mario, brenda, po njëkohësisht edhe për të vizur pak nga kjo temë, si ka qenë situata e motit në Shkodër në këto orët e fundit? Më the që ka nisur pak shiu, po me që vendi jon i gjithë është i përfshirë, le të themi këto ditët e fundit nga një atmosferë moti jo shumë e mirë, kështu që nuk ka favorizuar ndoshta në më të mirën e saj kushtet atje. Për hir të vërtetës, në qytetin e Shkodrës bie shi prej gjatë gjithë fillimit të nëntorit dhe po bëhen gati 3 javë që rreshtet janë të pranishme në qytetin e Shkodrës, por për fatin e mirë nuk kanë krijuar problematika, sigurisht me uljen e temperaturave, ndoshta disa prej njësive administrative të territorit malor, po themi, pra të zonave malore të bashkisë së Shkodrës, po njëkohësisht edhe të qarkut të Shkodrës, kanë patur ngjecje në akset rrugore, po jo bllokime të tyre. Kanë qenë pra, po themi, ngjecje me pasazhe të shkurtra kohore, sidomos kemi parasysh në aksin qaf-thore-bog, teksa ka qenë problemi i borës, trashësisë së borës, e cila ka krijuar një situatë të tillë, por gjithsesi ekipet e emergjencave civile të ndodhura në terren e kanë zgjidhur situatën, duke rikthyer normalitetin, dhe për më tepër situata në akset kombëtare të qarkut të Shkodrës është më se normale, ndonse rreshtet e borës kanë vijuar për hir të vërtetës, jo vetëm në zonën e Thethit, por edhe në atë të Vermoshit, pra në krainën e Kelmendit kemi patur jo vetëm pamjet e borës që krijon ndoshta vështirësitë e saj në këtë periudhë të vitit, por edhe kartolinën dimrore, teksa shumë rrjedhsa janë shpërndar, qoftë edhe përmes faqeve zyrtare, si një kartolinë mirëpritje, teksa nuk kanë munguar as vizitorët në zona të tilla. Por nga ana tjetër, rreshtet e shiut nuk kanë krijuar problematika në bashkinë e Shkodrës apo bashkinë e Vallëdejës, teksa kujtohem që në këtë të fundit, në fund të muajit tetor, pati probleme me daljen e projit të Glinës dhe shkaktoi përmbytje të zonës lagjes më të madhe të bashkisë Vallëdejës, që është ajo Kapedan. Por gjithsesi, rreshtet nëntore ndoshta edhe për shkak të faktit që gjatë gjithë vitit është punuar në pastrimin e kanaleve kulluese nga bordi i kullimit apo ndërmarrja e shërbimeve dhe njëkohësisht Bashkia e Shkodër, teksa për gjatë gjithë verës ndoshta kanë patur ndikimin e tyre pozitiv në këtë aspekt, teksa rrugët e qytetit, por njëkohësisht edhe njësitë të ndryshme administrative të Bashkisë së Shkodër nuk kanë paraqitur problematika sa i përket rreshjeve të shiut. Urojmë që sigurisht kështu të mbetet situata të paktën për qarkun e Shkodrës. Edhe në fakt, Mario, ti e ceke pak, po unë lash që të përfundosh fjalinë tënde, po doja të të pyesja edhe për atmosferën në Shkodër. Jemi në prag të festave të nëntorit, por jo vetëm, muaj dhjetor, le të themi që është i gjithë festiv dhe ka pasur, kam përshtypjen, prenotime dhe vizitorë të cilët kanë nisur që tani të prenotojnë diçka për të vizituar në Shkodër për arsye sigurisht siç ti the, jo vetëm të bukurive natyrore, po edhe atë borën e bukur. Si është atmosfera? Kanë nisur këto, le të themi, festimet e para dhe prenotimet e para? Ndjehet për herë të vërtetës atmosfera festive, është ndoshta një nga periudhat më të bukura që kalon qyteti, është periudha e festave të fundvitit që përkojnë dhe i paraprin festat e nëntorit. Në fakt, teksa sigurisht edhe institucionet kulturore përfshihen me ekspozita të ndryshme, siç është një e tillë për shembull në Muzeun Historik të Shkodrës, teksa arti i fijeve, pra i traditës së fijeve të Perit, qëndisjes, ka qenë pikërisht pjesë e eventit apo e agjendës kulturore për festat e nëntorit, dhe sigurisht duhet të thënë që përveç kësaj, koncertet e vazhdueshme që zhvillohen në qytetin e Shkodrës i kanë qenë një kartolinë e mirë edhe për vizitorët, për të ardhur në Shkodër, për të vizituar pikërisht këtë pjesë, këtë kohë të vitit qytetin, teksa kujtojmë që gjatë verës në fakt Shkodra ka qenë nga qytetet më të vizituar në vend, edhe përmes zonave të mbrojtura që ka patur etiket si pjesë të territorit të saj, të qarkut të saj. Thethi është një nga destinacionet, por mbetet sërish destinacion, vizitorët vijojnë të shkojnë edhe në këtë periudhë të vitit, teksa duan të shijojnë borën, por njëkohësisht një mundësi shumë e mirë dhe një alternativë shumë e mirë është qyteti i Shkodrës për të përjetuar shpirtin festiv të qytetit, teksa është veç vizitorëve edhe është rikthimi i emigrantëve, të cilët sigurisht kanë mundësinë pra
që të çmadhen me familjarët e tyre, për ata që jetojnë larg dhe është ndoshta koha më e dashur, më e bukur e vitit, e cila reflektohet. Qyteti është bërë gati në fakt, me zbukurimet kanë filluar si asnjë vit tjetër më herët në zonën pedonale, teksa është zbukuruar i gjithi. Ndoshta pak më vonë do të kemi diku nga ditët e para të dhjetorit, kam përshtypjen siç është tradita edhe ajo e ndezjes së dritave të pemës Krishtinëve dhe vitit të ri, po gjithsesi atmosfera është e bukur në fakt dhe ndjehet kudo, përtej rreshëve të shiut që bien, po në këtë rast nuk kanë mundur të bëjnë dëm ndoshta për sa i përket atmosferës në qytetin e Shkodrës, teksa janë vendosur dhe shtëpizat për druri që i paraprin gjithë atij ambienti që krijohet në qytetin e Shkodrës. Agenda festive është pasuruar edhe me një festival që do të nisë në ditët në vazhdim, pra javën e ardhshme do të nisë ditët e humorit dhe Shkodra pa humor nuk ka kuptim në fakt, kështu që një arsye më tepër për vizitorët për të kaluar fundvitin në qytetin e Shkodrës, ashtu siç në fakt Shkodra ka qenë kryefjalë e festimeve të fundvitit edhe vitin e shkuar, edhe përpara 2 viteve, teksa atmosfera ka qenë e jashtëzakonshme edhe për shkak të pranisë vizitorëve, jo vetëm të vendasve që gjithë një ditë ta bëjnë të tillë. Mario, për të të pyetur sërish, lidhur edhe me ndoshta destinacionet më të preferuara të turistëve, sepse është një mori pikash turistike për të frekuentuar edhe për të kaluar festat në Shkodër. Është Kalaja, është Pedonalia, Liçeni, po është edhe Thethi nga ana tjetër. Çfarë le të themi bëhet menjëherë full booking, se nuk më pëlqen ta them në anglisht, po që rezervohet plotësisht menjëherë, ka kërkesat më të larta. Në fakt që brenda qytetit siç edhe u përmendën, në fakt Kalaja Shkodrës vijon të jetë kryefjalë e destinacion, për të mos harroj muzeet e Shkodrës. Shkodra është qyteti i muzeve pa diskutim. Muzeu Kombëtar i Fotografisë, që është i vetmi në vend, ka patjetër vizitorët e tij, ndërkohë që të mos harrojmë rrjeti i muzeve përfshin Muzeun e Kështjellës, që gjithashtu është i vizituar, apo Muzeu Vendi i Dëshmisë dhe Kujtesës, që flet për një të shkuar të errët të vendit tonë, dhe sigurisht të mos harrojmë Muzeun Historik të qytetit, që vijon të jetë ndër më të vizituar destinacionet. Këto flasim për destinacione brenda qytetit, pra, por sigurisht Shiroka mbetet ndoshta destinacioni shpirtëror, po themi, i shkodranëve, po patjetër edhe i vizitorëve, teksa pedalimi me biçikleta e bën Shirokën një vend të preferuar jo vetëm për sinën e verës, teksa mund të kundrojnë zogj, shpendët, patjetër biçikleta në ujë, por edhe kulinarin. Ju e dini për tavën e krapit në Shkodër, e patjetër që ajo është një esencë që vizitorët duan ta marrin me vete, pra ta shijojnë. E sigurisht Shiroka vijon të mbetet e preferuar e vizitorëve edhe tani në vjesht, por besoj për katërsinat Shiroka e ka treguar që është një destinacion i preferuar. Patjetër ndoshta destinacione si Thethi, mos harrojmë Razmën, përveç Vermoshit dhe Lepushës, që janë destinacione klasike vjeshtarake apo dimërore, sigurisht edhe të verës patjetër, të katërsinëve në fakt, sepse Shkodra është një qytet që është destinacion gjithvjetor, dhe synimi është që të ketë rezervime edhe në pika të tjera, për periudha të tjera pra të vitit, jo vetëm në verë, apo në periudhën e dimrit ku janë festat, po themi, që rezervimet janë full, por edhe në periudha të tjera kohore për ta shndruar një qytet në destinacion gjithvjetor me gjithë resurset e saj, potencialin e saj të jashtëzakonshëm. Ndaj mund të themi se alternativat janë plot. Po, e vërtet. Të falenderoj shumë Mario për këtë lidhje të drejtë për drejtë, për të gjitha informacionet që na ke përcjellur. Ju përshëndes nga Shkodra.